këneta shpërthen, këneta politike, këneta mediatike shpërthen çdo natë. Sa herë që lufta kundër korrupsionit drejtohet ndaj dikujt që është i lidhur me pushtetin politik të Partisë Socialiste. Por ama duhet vetëm shumë pak distancë, duhet vetëm shumë pak qetësi, duhet vetëm shumë pak arsyetim për të kuptuar se gjithë kjo që po ndodh është vepër e Partisë Socialiste. Nuk ka ndodhur ndonjëherë më përpara. Që nga 1912 që cili do qoftë i lidhur me pushtetin politik të shkojë përpara një prokurori të pavarur dhe përpara një gjykatësi të pavarur, të hetohet dhe deri dhe dënohet. Pse po ndodh sot kjo? Sepse Partia Socialiste, ne të gjithë bashku, me vendosmëri bëm një reformë në drejtësi që nuk e ka bërë ende asnjë vend në rajonin tonë.